ky nuk është kuvend i karates, por institucion i të zgjedhurve të popullit. Këto veprime janë sinjale të qarta se pushteti po vendoset mbi kushtetutën dhe ligjet. Stop dhunës politike në kuvend, stop veprimeve antikushtetuese. Më vjen keq që ka pranuar të huazoj politikisht emrin e saj për një maskarat të rrezikshme politike. I bëjmë thirrje zonjës Feride Rushiti që mos të bëhet pjesë e maskaradës politike. Albin Kurti ka treguar gjithmonë për buzje të hapur ndaj rendit kushtetues, por me veprimet e fundit duket i ka tejkaluar të gjithë kufit. Në këtë situatë, reagimi opozitar dhe qytetar është detyrim për të mbrojtur rendin kushtetues dhe të ardhmen e vendit tonë. Dhe ne, si subjekt politik opozitar, do t'i ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për këtë. Dhe sot nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dua të apeloj tek partia në pushtet, që t'i ndërpres këto veprime karateje të dhunës politike, sepse ky nuk është kuvend i karates, por institucion i të zgjedhurve të popullit. Po ashtu, nga zemra i bëj thirrje zonjës së nderuar Feride Rushiti që të tërhiqet nga kjo lojë politike antikushtetuese e Albin Kurtit, e cila është e dëmshme për shtetin dhe atë vetë. Sinqerisht më vjen keq që ka pranuar të huazoj politikisht emrin e saj për një maskarat të rrezikshme politike. Si PDK, e çmojmë angazhimin e saj në shoqëri civile. Mirë po sot, puna më e rëndësishme që mund t'i bëj vetës dhe nderi më i madh që mund t'i bëj vendit është të largohet nga kjo garë. Kushtetuta, ligjet dhe rregulloria nuk mund të interpretohen sipas interesit ditor politik. Dhe kur një kryeministër, lider politik, zgjedh me vetdije të plotë të shkel kustetutën për pushtet të përkohshëm, ai bëhet rrezik edhe për vetë themelit e shtetit. Këto veprime janë sinjale të qarta se pushteti po vendoset mbi kushtetutën dhe ligjet, dhe këtë nuk do ta lejojmë, dhe këtë së bashku me qytetarët e Kosovës do ta ndalojmë. Ju faleminderit shumë. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Stop dhunës politike në kuvend, stop veprimeve antikushtetuese. I bëjmë thirrje zonjës Feride Rushiti që mos të bëhet pjesë e maskaradës politike në kuvendin e Kosovës, mos ta huazoj emrin e saj për interesa politike ditore të Albin Kurtit dhe t'i kthehemi zgjedhjeve dhe dialogut politik në vend. Kaq. Nuk bëhemi pjesë e maskaradës politike. Të gjitha masat politike ligjore